Dhe ne kemi bërë për shkak po i marr dy raste, kemi bërë në Vlorë dhe në Fier, kemi pyetur njerëz edhe të strukturës së Partisë Socialiste me idenë këta deputet të ri që janë zgjedhur, jo 3 në moshë, po 3 si emra. Dhe ajo të shpjegon pse qytetarët në Shqipëri janë pesimistë. Të gjitha shpjegimet ishin, kjo ka takuar deleguarin politik, i deleguari ka takuar me shefin, shefi ka pëlqyer dhe është bërë deputet. Tani ky personi unë pres që do vinë në parlament do thras kryeministrin e ministrin përkatës edhe do thot, ata ditën që mori vendim gjykatë kushtetuese që e shtyp për 22 janar, ata lëshuan fishek zjarrit. Në Lushnjë lëshuan fishek zjarrit, në Dibër lëshuan fishek zjarrit. Se ka një lidhje dhe atje. Dhe ky lloj populli ka humbur sensin, nuk e kupton demokracinë. Dhe ne vazhdojmë flasim për popull, nuk flasim për qytetarë. Ky vend bëhet kur numri i qytetarëve e kalon numrin e popullit, të njerëzve që nuk e kuptojnë demokracinë. Dhe kur ne themi pro-amerikan, them drejtën, edhe kur takojmë ekspertë huaj, ata habitëm se ne jemi pro-amerikan, se ne nuk vëmë asgjë nga ato çfarë na thot modeli i mirë amerikan. Një shtet serioz reagon ndaj strategjisë, bën një deklaratë, shikoj ku ke veten dhe shikon. Unë po i marr vetëm një rreshtë strategjia jonë kombëtare që kemi miratuar vjet pas gabim në parlament. Ka një shprehje, Shqipëria do jetë 100% dakord me BE-n edhe SBA-n. BE-ja SBA ka një vit që s'janë dakord njëri. S'janë dakord, bravo. Ja është me kemi tani ne. Dhe nuk e vret një menjën për këtë gjëra. Dhe qeshin kur ja u themi që është absurde, e keni bërë me Google Translate, nuk ka sens kjo gjë. Dhe prap ata, domthonë asgjë nuk ndryshon. Kështu që unë jam partizani, nëse ne kemi dy institucione të forta, unë personalisht nëse mendoj që nëse SPAK-u, nëse KLSH-ja, nëse ILE dhe KPI-ja do na kryejnë funksionin jo maksimal, po mbi 60%, fillon një periudhë tjetër për Shqipërinë. Nëse njerëzit kurajos të vendit dalin për të reaguar për gjëra të ndryshme, fillon një ndryshim i madh në Shqipëri. Të them drejtën, në historinë e Evropës nuk ka ndodhur kurrë që siç ndodh në Shqipëri që të gjitha dosin SPAK